Më 28 prill 2026, në adresën elektronike të Radio Televizionit Shqiptar, do të vinte një email që do të hapte kapitullin e një skandali me tenderin e mirëmbajtjes së rrjetit DVB-T2. Dokumenti bashkangjitur në emailin tuaj nuk ka dalë nga kompania jonë, shkruaj në përgjigje nga kompania kineze. Kësaj të fundit ja atriboi autorizimi që pretendonte kompania konkurruese shqiptare në tender. Kjo përgjigje vinte nga kompania Xiamen General Electronic Measurement Co Ltd, ndërsa në autorizimin e dorëzuar nga konsorciumi i kompanive shqiptare RNT dhe TBSN6 SHPK shënoi emri Xiamen Tongce Electronics Co Ltd. Kompania kineze sqaroi se ky nuk ishte emri i saj zyrtar në anglisht, se nuk kishte bashkëpunim me kompani shqiptare dhe se autorizimi i saj për shpërndarjen e pajisjeve Rode dhe Schwarz kufizoi vetëm në disa rajone të Kinës. Ky autorizim i mohuar nuk mund të përdorej për kualifikim dhe ngre dyshime serioze për falsifikim, por skandali nuk mbaron te kompanitë e skualifikuara. Dokumentet e siguruara nga Media 60 tregojnë një mekanizëm më të gjerë. RTS-ja rihapi një procedurë të përfunduar pa kontratë, pranoi një ndarje të re të punëve që uli xhiron për Ideatel SHPK dhe riktheu autorizimin e prodhuesit, dokument që në fund e dispononte vetëm Bashkimi i Kompanive Fituese. Thelbi historiku të këtij tenderi nuk janë kompanitë e skualifikuara, pasi sipas Radio Televizionit Shqiptar, ato kanë falsifikuar dokumentacion, por mënyra se si drejtuesit e Radio Televizionit kanë shkelur rekomandimet e kontrollit të lartë të shtetit dhe Agjencisë së Prokurimit Publik për t'i dhënë tenderin grupit të kompanive Idealtel dhe Realcom. Kjo histori bëhet edhe më e rëndë, kur zbulohet se fituesi nuk ishte kompania e re që po hynte për herë të parë në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar. Sipas Media 60, Ideatel kishte punuar më parë si nën kontraktore e Rode & Schwarz Österreich, shoqëria austriake e grupit gjerman Rode & Schwarz, e cila kishte kontratën e mirëmbajtjes së rrjetit DVB-T2 të Radio Televizionit Shqiptar dhe e kishte ndërtuar rrjetin nga e para. Pra, nën kontraktori që për vite kishte punuar pas kompanisë së huaj, në vitin 2026 doli në krye të tenderit. Ideatel në pronësi të Idlir Karkinit, këtë herë në bashkim me Realcom në pronësi të Marian Brakës, Pëllum Xhetani dhe Servet Kasas, do të fitonte kontratën publike me vlerë 900 milion lek ose rreth 9.4 milion euro. Rode & Schwarz Österreich kishte fituar kontratën e mëparshme për rreth 7.33 milion euro. Kompania mbante kontratën kryesore dhe kontrollonte teknologjinë, licencat, pjesët dhe mbështetjen e prodhuesit, ndërsa Ideatel SHPK rezulton si nën kontraktore në realizimin e shërbimit. Pra për të njëjtin shërbim që ajo ka konkurruar dhe ka fituar tenderin. Në tenderin e ri, i njëjti prodhues do të jepte autorizimin Ideatel dhe Realcom dhe pikërisht ky autorizim do të kthehej në dokumentin që përcaktonte se kush mund të qëndronte në garë, kush fitonte dhe kush humbiste. Por përpara se të shpallej fituesi në vitin 2026, Ideatel SHPK ishte përpjekur të merrte të njëjtën kontratë edhe një vit më parë dhe ishte refuzuar kërkesa e saj. Pra ishte skualifikuar. Në garën e vitit 2025, Ideatel dhe Realcom kishin hyrë së bashku me një ofertë për 900 milion lekësh dhe ndarja e punëve midis tyre ishte përcaktuar në masën 85% Ideatel SHPK dhe 15% për Realcom SHPK. Kjo ndarje kishte pasuja të drejta për kriterin e xhiros, sepse sipas dokumenteve, bashkimi i kompanive duhet të provonte një xhiro minimale për 363 milion lekë, e ndarë sipas pjesëmarrjes së secilës kompani. Kompania Idlir Karkinit nuk e arrinte pragun asnjë nga 3 vitet dhe për këtë arsye së bashku me kompaninë Realcom të Marian Brakas, Pëllum Xhetani dhe Servet Kasas u konsideruan se nuk përmbushnin kriterin e xhiros. Me fjalë të thjeshta, kompania që synonte të merrte 85% e kontratë që arrinte deri në 10 milionë euro, nuk provonte dot xhiron që kërkoi për pjesën e punëve që kishte marrë përsipër. Më 28 prill 2025, Radio Televizioni Shqiptar njoftoi skualifikimin e konkurrentëve të TBSN6 SHPK në pronësi të Artan Xhorit dhe RNT SHPK në pronësi të Renis të Shanës dhe bashkimin e kompanive Ideatel dhe Realcom. Vetëm 9 ditë më vonë, më 7 maj 2025, Radio Televizioni Shqiptar publikoi njoftimin e anullimit të tenderit. Ky është momenti që ndryshon kuptimin e gjithë historisë. Ideatel ishte rrëzuar për mungesë xhiroje dhe tenderi ishte anuluar në 2025. Ankesat e kompanive rikthyen më pas procedurën në rivlerësim, por Komisioni i Prokurimit Publik nuk e pranoi ankesën e Ideatel dhe Realcom, teksa urdhëroi kualifikimin e RNT të Renis të Shanës. RTS-ja kualifikoi përkohësisht RNT-n, por pak ditë më vonë skualifikoi përsëri gjatë kontrollit të dokumenteve. Duhet theksuar se 3 ditë para, në 25 prill 2025, në detyrë sapo kishte ardhur si drejtoresh e Radio Televizionit Shqiptar Eni Vasili, gjatë kohës të së cilës do të ndryshoheshin kushtet për të fituar tenderin, ku bie në sy vendosja e autorizimit. Drejtuesja e mëparshme e komanduar kishte marrë parasysh rekomandimin nga auditi, ndërkohë që drejtuesja e re do të ndryshonte kriteret duke lënë si alternativë për autorizim vetëm një kompani. Në vitin 2026, Radio Televizioni Shqiptar hapi përsëri të njëjtën garë për të njëjtin tender. Ndryshimet e kushtit të tenderit dhe fituesi i njëjtë tregojnë indicje të forta se drejtuesja e re Eni Vasili mund të ketë projektuar tenderin që do ta fitonte njëjti grup kompanish, dhe këtë tregon kufizimi i konkurrencës nga vetë Radio Televizioni Shqiptar. Faktet janë mjaftueshëm të rënda, edhe pa shpikur motivin se pse u shpallën këta fitues. Kompania nuk përmbushi xhiron në tenderin e parë. Procedura përfundoi pa kontratë dhe në tenderin e
u ndryshua pikërisht elementi që e kishte rrëzuar dhe u shtua autorizimi. Në ofertën e vitit 2026, Ideatel dhe Realcom nuk u paraqit më me ndarjen 85%-15%. Raporti punëve ndryshoi ndjeshëm, ku Ideatel zbriti në 55.5%, ndërsa Realcom u ngjit në 45%. Këtë ndarje nuk e caktoi formalisht Radio Televizioni Shqiptar, por vetë Bashkimi i Kompanive. RTV-ja megjithatë e pranoi dhe përdori për kualifikimin e ofertës. Ndryshimi solli një rezultat qartë pasi detyrimi i Ideatel për xhiron u ul nga 308.7 milion lek në rreth 199.5 milion lek, pra gati 100 milion lek më pak. Me një ndryshim në përqindjen e pjesëmarrjes, pengesa që kishte rrëzuar në vitin 2025 u zvoglua ndjeshëm në garën e re për kompaninë fituese. Edhe pas kësaj ulje, xhiroja e Ideatel për vitet 2023 dhe 2024 mbeti në pragun e ri dhe kualifikimi mund të mbështetej vetëm te xhiroja e vitit 2025. Në dokumentacionin administruar nga Media 60 nuk gjendet vërtetimi tatimor çfarë xhiroje deklaroi Ideatel për vitin 2025. Për këtë arsye RTS-ja duhet të bëjë publik dokumentin financiar mbi të cilin Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi se kompania përmbushte këtë herë kriterin. Por ndryshimi i përqindjeve nuk kishte ndryshuar vetëm që dallonte tenderin e vitit 2026. Elementi që eksplozon ndryshimin se drejtuesja e RTS-s ka favorizuar Edlir Karkini dhe Mariam Brakan, Plum Xhetani dhe Servet Kasa në shërikthimi i autorizimit të produktës. Duhet theksuar se në tenderin e vitit 2025 për mirëmbajtjen e të njëjtit rrjet, ky autorizim nuk ishte kërkuar në të njëjtën formë. Në vitin 2026, RTS-ja vendosi që kompanitë të paraqisin autorizim nga prodhuesi ose distributori zyrtar për të garantuar mbështetjen teknike, furnizimin e piskëmbimit, licenca dhe versione të reja të programeve gjatë 48 muajve të kontratës. Pa këtë dokument, kompanitë nuk mund të kualifikoheshin. Ky kusht nuk ishte një kriter teknik i pafajshëm dhe Radio Televizioni Shqiptar së bashku me drejtuesin e mparshëm ishte paralajmëruar më parë për pasojat e saj. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, autorizimi i prodhuesit është cilësuar specifikimi i tepërt ose super specifikim. Vendosja e këtij autorizimi orientonte kompanitë drejt për drejt te një prodhuesi i caktuar. Operatori që siguronte autorizimin dhe mbështetjen teknike të prodhuesit kthehej praktikisht në fitues të tenderit. Auditi arriti në përfundimin se ky mekanizëm ulte ndjeshëm konkurrencën, favorizonte kompanitë e përzgjedhura nga prodhuesi dhe bënte që kriteret e tenderit të përcaktonin fituesin. Pra, në këtë mënyrë përshkruhet qartë se si kontrollohet gara dhe se kush do të jetë fituesi. Prodhuesi kontrollon autorizimin, autorizimi kontrollon kualifikimin dhe kompania zgjedhur nga prodhuesi mbetet e vetëm në garë. RTS-ja riktheu pikërisht këtë mekanizëm në vitin 2026 dhe tenderi përfundoi pikërisht siç ishte paralajmëruar. Në garë u paraqitën 3 oferta. Bashkimi i kompanive RNT dhe TBSN6 PK që ofruan 767.5 milion lek dhe Ideatel dhe Realcom me ofertë 899.2 milion lek, ndërsa PC Store ofroi 900 milion lek. Duhet theksuar se oferta e kompanive të skualifikuara ishte 131.7 milion lek më ulët se oferta Ideatel dhe Realcom SPK. Dhe natyrisht shteti kishte përfitim më shumë nga kjo ofertë, por ky konsorcium kishte paraqitur një autorizim që atribuoi kompanisë kineze. Roden Schwarz Osterreich i komunikoi RTS-s se distributori kinez kishte drejt të operonte vetëm në disa rajone të Kinës dhe nuk mund të autorizonte kompani për Shqipërinë ose Europën. Në të njëjtën korrespondencë, kompania e huaj deklaroi se autorizim për tenderin shqiptar ja kishte dhënë vetë Ideatel dhe Realcom dhe se ky ishte i vetmi autorizim prodhuesit që njihte si të vlefshëm për procedurën. Më pas erdhi dhe përgjigjja e kompanisë kineze, e cila mohoi se dokumenti kishte dalë prej saj dhe sqaroi se nuk kishte marrëdhënie me kompaninë shqiptare. RNT, Renistër Shanës dhe TBSN6 SPK e Artan Xhori duhet të skualifikoheshin për dokumentin e mohuar nga lëshuesi i pretenduar. PC Store nga ana tjetër u skualifikua pasi kishte mungesa të shumta të dokumentacionit. Pas kualifikimit të tyre, në garë mbeti vetëm bashkimi i kompanive, të cilat Roden Schwarz Osterreich i kishte dhënë autorizimin. Pra u shpall automatikisht fituese. Ishte në kontraktorja e kontratës së mparshme, u kthye kështu në fituesin e kontratës së re, me miratimin e të njëjtit prodhues për të cilin kishte punuar më parë. Kjo është pikërisht pasojë për të cilën kontrolli i lartë i shtetit dhe kishte paralajmëruar Radio Televizionin Shqiptar. RTS-ja duhet përgjigjet pse riktheu një kriter që jep prodhuesit mundësi faktike të zgjidhte se cila kompani mund të kualifikohej. Gjithashtu, Radio Televizioni Shqiptar duhet bëj publik nëse ka referuar rastin e falsifikimit të dokumentacionit nga kompanitë e Renistër Shanës dhe Artan Xhori pranë Agjencisë së Prokurimit Publik. Media 60 kontaktoi Radio Televizionin Shqiptar për vendosjen e autorizimit dhe për rekomandimet nga kontrolli i lartë i shtetit, por deri në publikimin e këtij materiali nuk pati asnjë reagim nga institucioni. Gjithashtu, redaksia kontaktoi dhe Agjencinë e Prokurimit Publik se çfarë masash kishte marrë ndaj kompanisë që dyshohet se ka falsifikuar dokumentet, si dhe çfarë kishte bërë me rekomandimin e vendosur nga kontrolli i lartë i shtetit për çështjen e autorizimit për tenderin në Radio Televizionin Shqiptar. Skualifikimi nga një tender nuk e mbyll përgjegjësinë për përdorimin e një dokumenti të mohuar nga subjekti të cilit i atribuohet. Dokumentet shqyrtuara nga Media 60 krijojnë një kronologji që nuk mund të paraqitet si një varg rastësisht të shkëputura. Ideatel punoi si nën kontraktore e kompanisë huaj në kontratën e mparshme. Auditi ka zbuluar elemente të tjerë që ekspozojnë kompaninë, por edhe fituesin aktual. Në dokumentet e siguruara nga Media 60 rezulton se kompania e huaj u shpall fituese megjithëse kishte provuar se dispononte të paktën 10 inxhinierë të kërkuar në tender. Dokumentet e kompanisë ishin paraqitur në anglisht, pa përkthimin e notorizuar në shqip dhe pa vulur në apostile që kërkoi për përdorimin e dokumenteve të huaja në Shqipëri. RTS-ja kishte kërkuar vetëm 2 certifikime të përgjithshme për cilësinë dhe mjedisin, por asnjë licencë profesionale apo certifikim specifik për mirëmbajtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe sigurinë e denarit. Pra, nga një anë u vendos autorizimi që e lidhte tenderin me prodhuesin, ndërsa nga ana tjetër mungonin kërkesat profesionale që do të provonin aftësinë konkrete për kryejen e shërbimit. Probleme ndërkohë vazhduan edhe pas nënshkrimit të kontratës. Për periudhën nga 1 mars 2021 deri më 30 qershor 2023, RTS-ja pagoi 6 milionë euro ose rreth 715.9 milion lekë. Megjithatë, pagesat u kryen pak të kolaudimit mujor që duhej të mbahej dhe të frymosej nga të dyja palët.
fjalat. Raportet mujore për nivelin e shërbimit ishin firmosur vetëm nga grupet e ngritura brenda radio televizionit shqiptar dhe jo nga kompania austriake. Ato ishin të përgjithshme dhe nuk ndiqnin formatin që ishte vendosur si pjesë e kontratës. Në raporte nuk dokumentoheshin vizitat konkrete në stacionet e transmetimit, personat që kishin kryer kontrolle, datat, gjendja e pajisjeve, defektet e konstatuara, ndryrjet korrigjuese dhe firmat e personave përgjegjës. Nuk pasqyroheshin në mënyrë të plot kontrollet mbi transmetuesit, radiolidhjet, sistemet elektrike, kondicionerët, gjeneratorët, kamerat, kullat dhe rrethimet e stacioneve. Me fjalë të thjeshta, radio televizioni shqiptar pagonte miliona euro, por dokumentet mujore nuk provonin me hollësi se ku ishte kryer mirëmbajtja, çfarë ishte kontrolluar, çfarë ishte riparuar dhe kush e kishte realizuar shërbimin. Kontrata parashikonte gjithashtu trajnimin e stafit tekniko-inxhinierik të radio televizionit shqiptar me qëllim që punonjësit e institucionit të mund të operonin në rrjetin në mënyrë më të pavarur dhe të njiheshin me përditësime teknologjike. Ky detyrim nuk u realizua. Radio televizioni shqiptar nuk bëri kërkesë me shkrim dhe kompania nuk zhvilloi trajnimet. Pra, kontrata e mëparshme nuk kishte vetëm problemin e konkurrencës. Fituesi u kualifikua pa provuar plotësisht stafin e kërkuar, oferta e vetme ishin vetëm 32 euro poshtë fondit. Pagesat u kryen pa pranimin e përbashkët mujor të shërbimit dhe raportet nuk dokumentonin punën konkrete dhe trajnimet e parashikuara nuk u zhvilluan. Pikërisht kjo kontratë problematike shërbeu më pas si modeli financiar dhe teknik me të cilin radio televizioni shqiptar ndërtoi tenderat e rinj të mirëmbajtjes së rrjetit DVB-T2. Por elementi më i rëndësishëm, fakti se kompania huaj për gjitha këto shërbime pa dokumentacion, ka patur si nën kontraktor kompaninë Ideal Tel të Idlir Karkinit, e njëjta kompani e cila pretendon se do të ofrojë shërbimin e mirëmbajtjes. Kontrolli i lartë i shtetit ka kritikuar kontratën e mëparshme të mirëmbajtjes, përgjegjësit dhe drejtuesit e institucioneve. Pavarësisht kësaj, drejtuesi aktual e radio televizionit shqiptar, Eni Vasili, ka zgjedhur të ndryshojë kushtet e tenderit, që kontratën ta fitonte e njëjta kompani që paraprakisht nuk plotësonte kriteret. Ajo që del në parë është fakti se kemi të bëjmë me një mekanizëm që prodhoi fitues, mekanizëm i prodhuar nga vetë radio televizioni shqiptar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.